إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد falënderimi të kënë Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet ja qojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që kanë pasur e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur musliman, xhamatlinë të nderuar, në kësaj radhe pak do ta ndryshojna me ato që jemi duke folur për historikun në Nuhut alayhi salam, për shkak që kena përfundu pak, kena përmbledh rreth një cilësie të popullit të Nuhut, e për një fresku juve pak, po e bin një prej mrekullive të pejgamberit ose mrekullive mu'gjizateve, mrekullive që Zoti ja ka dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e pastaj në xhumat e ardhshme inshallah me kalu prapë në historikun e Nuhut. Allahu Azza wa Jall, prej rahmetit të tij të madh dhe prej asoj që ka qef që njerëzit më udhëzu në rrugën e drejtë. Allah Azza wa Jall për mja bon shumë të qartë rrugën, ka ndodhur që pejgamberëve të tij Zoti ka dërguar edhe mu'gjizate, mrekulli. Mu'gjizate, mrekulli, diçka që është jashtë natyrshmërisë së njerëzimit ose së njerëzve. Jashtë natyrshmërisë del ajo që Zoti ja jep dhe është në durë të pejgamberëve. Një diçka që s'mundet me bë dikush tjetër përveç pejgamberëve. Allahu jep këtë mundësi pejgamberëve të Zotit ose që s'mund me pas dikush tjetër përveç pejgamberëve të Zotit. Ja jep që prej rahmetit, mëshirës së tij, ndoshta dikush i hapet zemra e tij dhe pranon të vërtetën. Kur shet diçka që s'ka mundësi me bë dikush tjetër. Para disa xhumove kam përmend një prej mrekullive, mu'gjizateve që Zoti ja ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo ka qenë që ka folur kufsha e delës, i ka folur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është tashti e dyta mrekulli, mu'gjizate, prej mu'gjizateve që ja ka dhënë Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që edhe neve të na shtohet imani më shumë. Edhe të na shtohet edhe më shumë respekti ndaj pejgamberit dhe dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej mrekullive të Zotit që do ta përmendmi është ajo se Allahu ja ka mundësuar pejgamberit alaihi salam që edhe pemt, edhe që neve na duken se në të ngurta dhe që s'kan shpirt, edhe pemet si pemë, edhe ato me ju bind pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me përshëndet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe pem si pem, bini sot më shumë do të flasësh për pem, se do herë kam pas përmend për veçorive të pejgamberit sa që gurti kanë dhënë selam mesela, ato nuk i përmendim më. Vetëm se tash prej mrekullive është që edhe pem si pem, që neve na duken këtë thjeshta, edhe ato ju kanë nënshtru dhe ju kanë bind pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po i bi disa shembuj që vërtetojnë këtë mrekulli të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e inshallah neve pastaj më na shtu imani. E nëse na njëri ka dyshim në imanin e tij, ka mundësi me roket kjo çështje pastaj me ju kthy Allahu Azza wa Jall. Tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose hadithin që vjen për Xhabirit radhiyallahu anhu, Xhabir ibn Abdullah, u shoku i pejgamberit, ai dhe baba i tij kanë qenë sahabi. Dhe Xhabiri tregon në hadithin që transmeton Imam Muslimi. Dhe kur themi që hadithin e transmeton Imam Muslimi, në esencë hadithi është i vërtetë. Hadithi është i vërtetë vetëm nëse ka arsye diçka, mirë po hadithi mbetet i vërtetë i padiskutueshëm. Dhe tregon Xhabiri radhiyallahu anhu thot, ishmi një ditë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi shqip që mos më zgjat. Ishmi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ishmi duke udhtu. Duke dal, ecëm. Po kur arritëm në një prej luginave të gjona, lugin e gjërë,
Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si çdo njeri tjetër, kishte nevojë me kry nevojat fiziologjike të tij. I erdhi për mi kry nevojat fiziologjike të tij, mi kry nevojën. Mirë po, ishte knesi kodër edhe gurin, sikur me gure sene, ishte shtirë ato për munal me kry nevoj, edhe onën tjetër qështu. Ndërsa rafsh nuk ishte, tha Gjabiri, që pejgamberi halakat ke mos pëshet diçka prej naj gurit madh, ose naj pem, ose diçka që më mbulu prej njerëzve mos me po njerëz diçka po ban. Se kjo është për edebit, për sjelljes islame, që kur kry nevoja mos me konë, më të po krejt ka e kry nevoja. E pastaj tha Gjabiri radiallahu anhu, shaki pejgamberit. Tha lypi pejgamberi nuk po. Krejt qka po, unë i shkësha tha mas mjalla ujin pejgamberit, kur ko nevoj. Tha krejt qka e po, në pjesën në njënën kodër këne, jo e modhe, e po tha një pem, jo dha shumë e modhe, e po një pem. Tha ju afru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pemës. Edhe e mori tha për degën e saj, edhe i tha, bindu mo, ndëgjëm me lejnë e Zotit. Bindu mo, ndëgjëm me lejnë e Zotit. Edhe kjo bindu mo ndëgjëj, dhe ndëgjëj. Dhe thët Gjabiri ishte njëjtë sikur me pas lidh, thët dikush kafshën e ti, me lidh me atë litarin e vetë. Qështu thët, sikur me ngrej kafshën, shengrej qështu ngrej ke pema që ishte që ju drejtu pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam. Edhe e pruni deri në mesin, ose në mes të asoj lugines. Pastaj tha, një pem tjetër ishte në anën tjetër, kodrën tjetër. Tha shkoj dhe i tha, bindë më një me lejnë Allahut azza wa jall. E mori tha, qështu sikur me kopë, sikur me lidh kafshën që e ngrej për litari. Edhe hecke, nuk do të që nuk i krejt, se nuk e ato, po hecke ajo pema deri su afru ngatë. Dhe tha pejgamberi ju drejtu pemëve, tha, mbulanëm ju mu, që njerëzit mos të më shuhin. Nëse kalan e kosh kësajt, mos më po ka kry nevojë, mbulanëm. Tha, u bon aq të Gjabiri, radiallahu anhu, aq u mbulu pejgamberi sikur m'ja pasqit një qadër për mi. Sikur një qadër, u mbulu pejgamberi dhe mu nuk u shike heq. Tha, one me thonë drejtën, tha Gjabiri pak nisha një farë në djenje, tha si të ronë, tha mos po më thet nëjsen pejgamberi sene, e kyta me ujin edhe u largova, tha. Ko që një largësi, tha e bona, shkova pak ma largë. Edhe tha e ula kryta që u qëde që shka ndodhi mëre, qysh mëre pema, tha e ngaj pejgamberin, tha pa e nuk hese ju afru dhe heske pema si kur kafshën kër e ngrej, edhe pema tjetër tha, unë u qëdita. Po nejta një ku ashtu, tha kur e ngrita kokën, e por që pemt veç u këthëtën e vendin e vetë. U këthëtën e vendin e vetë, edhe pejgamberi u këthy për me orë të këone, e kujtë pejgamberi nevojën e ti, të orë tha për ka one, unal me një vend, tha Gjabiri, tha unal tha dhe se pejgamberi e silë ke kyllë kështu. Kur më afru nga atë, më tha, o Gjabir, a e pe gjendjen qka, dhe më thonë vendin, ku esha dhe qka ndodhi, a e pe ti? Tha, po, Allah, po shketë i dërgumi Zotit. Tha, atë, shka, më spritefsh, si këshidhë, shka më spritefsh, merë ma një deg nuk e prej qasoj pëmës edhe një deg prej pëmës tjetër. Shkova, tha, ani, regullë i dërgumi Zotit. Tha, në shkova të shkuru, se mora se s'kishmi shpota, se thik me veti, s'kisha. Tha, i mora një guri pak ma të pe, tha, me një guri tjetër ka pak e rehra, kështë që mi mshu tani pëmës, mi mshu degës që mi amor degën. Edhe tha, kur shkova atje, e mora, ja nuk ka një degë që një me qatë gurin që e nëjqa pak, edhe akni, ngesha shazhak, tha, ju afrova pejgamberi, se sa me thash, oj dërgumi Zotit, i kryta që të shkam, tha, që ti këm punu degë. Po tha, pse be, tha, që të për shkam, tha, është të mi bon. Qka pat nevoj me bo që ta? Pejgamberi tha, ka u ktheva, tha, i posh 2 vorre. Edhe në ato 2 vorre ishin kënë duke u dënu dë njerëzit. Tha e deshta, me boj tru shefot, që me mo që degen e njënën një qitë njënit vërë, edhe njënën vorrit tjetër, edhe sot janë të njëma me ju lecu dënimi atyre në varë. Ndoshta, për shkat qisojna edhe në vendet tuna, praktikohet një qisi një 2 druna. Nështë për shkak qisojna, amo kjo ka qene veçan për pejgamberin, nuk ka argument kjo që nami vendus, amo ndodhë që për shkak qisojna. Kjo ishte, pejgamberi jam vendus, ta nështë Allahu ja largën dënimin dhe eri, sot janë të njëma këto. Cila është arsye pse për në këtë hadith të gjotë, është të ma gjotë, po në kështu shkur të thash, arsyeja është që edhe pëmët si pëmë, i ju benden pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam, dhe hadithi thashë në sahihun e muslimit. Pastaj një argument tjetër për këto që e tham, se edhe pëmët, kjo që po thona që pëmë që kënë bindë, kjo neve më nashti me mendu edhe na. Nëse pëma si pëmë, që na dhe vërizmi edhe si të pashpijet e pakështu, ajo ju ka bindë pejgamberit kër i ka thonë. Atëherë për neve është ma parsure, që kër të ka thonë pejgamberi për një qështje, mos me diskutuat qështje, por me morë me praktiku
ase mundemi. Ndërsa hadithin tjetër që vjen prej Ja'la ibn Murra, thotë se ishme me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një udhtim. Tu kthy prej udhtimit, tha, unë alëm dikon me pushu. Pastaj kur unë alëm, tha pejgamberi, flajti pak. E latëm si vetë pejgamberin si man periferi, kur ja nisi, tha, një pemë prej lartë, tha, sot tukën, tha, e qojke. Tukën e qojke derisa ju afru pejgamberit dhe mbuloj pejgamberin. Najti një pjesë, një gotë të shkurt, tha, dhe u largu pema prap. Atëherë tha, u që ditëm na. Kur e kyti, thëtë Ja'la ibn Murra, e Thaqafi, kur e kyti pejgamberi gjumi, thamë, oj, dërgumi Zotit, dishka brëndodhi me ty qështu, e po më një pem erdhi, qështu dhe të mbulaj dhe najti një pjesë ty, duke të mbulu ty pas të shkaj. Pejgamberi që tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, që ishte një pem, e cila pem ka kërku prej Allahut azza wa jall, që më shku me i dhonë selam të dërguarit të Zotit. Pema si pem, ishte përmalu, kishte qef, kishte dëshirë, më shku me i dhonë selam Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, tha erdh, edhe më dha selam. E pasaj thot Ja'la ibn Murra, Thaqafi, kë sahabiu, tha, atër u qëtu me hecë. Po të hecë kalume dhe pra një lumit, që të shtesen, për ka dhe për një qka tjetër veç, jo për temen që pun vinë. Tha edhe pa një lumit, e po një gru e kështë pos një djallë, edhe ishte mërzita e gruja, edhe po thëtë, ma ka kop djallin të me gjini, i ka hinje gjinin trup. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon Ja'la ibn Murra, tha pejgamberi ka shkuar ka ngjita djalit për hunën e tij, edhe i ka thonë del. Unë jam Muhamedi, i dërguar i Zotit, edhe vazhdan hadithi. Pse për nga qitë pjesë, me i tregu edhe me tregu, edhe ta ketë që ndëgjojnë që na besimi ju në është, se e gjini ka mundësi me hinë trupin e njeriut. E nuk është që shmenojnë disa që nuk njekin rrugën e Ehli Sunnetit, po do Mu'tazili edhe ata që hecin rrugëve të tyre, që e gjini s'pas ka mundësi me hinë trupin e njeriut. Kjo një argumente ka shumë. Unë veç këto kuadrën të hadithit e përmenda si argument. Dhe këtë hadith, për me di se ku është që e përmenda, se nuk e thamë kështu për mendjes tonë, to a transmeton Imam Ahmedi, Imam Bejhaqiju, Ibn Kathiri thotë rrugë të këtij hadithi janë të vërteta, janë gjejjed. Edhe gjithashtu Ibn Hajeri ka thonë është hasan ky hadith, i pranon dhe i mirë, edhe Sheikhul Albani thotë hadithi është i vërtetë. Pra hadithi që ka i vërtet këto që unë e përmenda. Pastaj rast tjetër kur i është bind pema pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kjo mu'jize, kjo mrekulli tjetër, tregon rastin hadithin tjetër që transmeton Imam Ahmedi, Imam Darimiu, Ibn Majah, edhe Ibn Kathiri thotë i plotson kushtet ky hadith sikur me kushtet e muslimit. Me kushtet e muslimit gjithashtu Ibn Hajeri ka bërë të vërtet edhe Hasan, edhe Sheikhul Albani ka bërë të vërtet një hadith tjetër kur thotë Enesi radhiyallahu anhu, Enesi shok i pejgamberit. Thotë një ditë pejgamberi ishte ul në Medinë në periferi. Në Mekë, ishte ul në Mekë në periferi. Tha ishte mërzit, pejgamberi ishte i mërzitur shumë. Edhe i pikluar, edhe i mërzitur, edhe tha i rreth ke gjak fytyra e tij. I rreth ke gjak. Mirë po, a ishte pejgamberi Zotit. Edhe tregon Enesi, erdhi Gjibrili alayhi salam. Erdhi Gjibrili te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, "Çka ke o Muhammed? Çka po të mërzit? Çka është puna jote?" Tha, "Një pjesë e Mekazve, një pjesë e Mekazve tha, unë banën këtë ditë, unë rrehen dhe unë më tërtëtën, edhe tash po më rrjedh gjoki mu." Ishte mërzit, ishte piklu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gjitha të mrekulli, me gjitha të argumente që ja bike Mekazve, ata apet me rrej. Atër Gjibrili ja tha, ata bi një ajet aty, një argument. Një argument kuptuat për fjallës, atë bi diçka me të qetësu. Pejgamberi tha, bima. Tha, qëra o pejgamber, o Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, qërë që anë imra, po, a peshe në periferi që ato një pëmë e vogël? Po, thire tha që atë pëmë, tha, se ty ka mu të bind. A je thiri pejgamberi, edhe pëmë a jerdi djeri për para durve të ti. E pastaj tha, urdhnoja apet si dush me shku në vendi ku ke, i tha kthehu atje, edhe pema u kthy tek vendi i tij atje, edhe pejgamberi tha, hasbi, unë mjaftën që ke për më qetësu mu. Ishte i mërzitur, mi po tha, unë mjaftën që ke për më qetësu mu. Pastaj rastin tjetër transmetimin që transmeton Imam Tirmidhiu dhe ka thonë hasanun gharib, gjithashtu Sheikhul Albani ka thonë sahih, me një pjesë të fundit veç. Hadithi që vjen prej Ibn Abbasit, radhiyallahu anhu, i thot Ibn Abbasi pejgamberi, thotë se një rast, një ditë për ditëve, njëri prej fshatarëve, prej arabi, beduin dhe fshatarëve, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, qysh me dituni që ti je pejgamber? Ama një argumenta që ti je pejgamber, i tha, ai fshatari pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi tha, do të bëj argument. Apo është që të hurme që atje?
Mi prum njerëzat, njerëz që s'u dush pejgamberi rrethit, nuk do të diçka të jashtëzakonshme, se mrekulli çka kanë të jashtëzakonshme. Unë për njerëz ato që dëshmojnë që është pejgamberi i Zotit shokët e tij, po ja diçka më të madhe. A pishe qatë hunë, e nëse i thamë qasoj degës të modha, po e vrejnë një degës atë po, nëse i thamë qasoj degës, që aja me orë që tu, a kishe mu bin që jam pejgamberi i Zotit? Edhe heshti, arabiju, fshatari, heshti, që dit, qka po e dhejt pejgamberi, a ondra në të fola qka, kur i tha pejmes, i tha degës pejgamberi, hajde kon, edhe erdi u zirë dega vet, u shkëpot, erdi ato, edhe u habit arabiju, dhe i tha kthehu tash, u kthy pema, ajo, dega e pemës në mendin e vet, edhe thot pasaj hadithin, në këtë hadith, thot që pasaj e pranoj, kur e po gjendje që që diti atë fshatarin, tha ky veç pejgamber dëka, edhe e pranoj islamin. Pasaj, edhe rast tjetër, kur tregohet se rasti që tregon Allahu në Kur'an, Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn faqala inna sami'na Qur'anan 'ajaba deri në fund suratul Jinn, ku thashë Allahu po lajmëron që një grup prej e gjinëve, e gjin janë krijesa që Allahu i ka kriju prej dritës, ose prej atoj ovullit të dritës, prej flokës ose prej ovullit të flokës. Edhe Allahu e përmend që kanë dëgjuar Kur'anin. Edhe një ditë për ditëve kur arsyeja ose qysh ku pe din pejgamberi, kur u pyetën sahabët e qysh e diti pejgamberi që këkën të e ndëgju, e gjenit ka po lexon pejgamberi Kur'an, edhe që i erdhe pastaj e gjenit dhe përveç që ndëgjun ka po lexon Kur'an, edhe i thanë o Muhammed, edhe na duna një ushqim, që letë mbetet ushqimi jonë dhe ushqimi i kafshëve të tu në hadithi tjetër zgjatë pastaj. Kjo, e pastaj kur u pyetën sahabës, e çysh e diti, atëri Ibn Mes'udi, radiyallahu anhu, i tha se ai ato çka e ditët ennehu adhanat bihi shajara. Ato pejgamberit i tregoj që janë të budo të one do e gjenë dhe po të dëgjojnë, ajo që i tregoj ta ishte pema. Pema i tregoj pejgamberit, që më kënë të bu dhe gjeni kam të one, edhe për të dëgjojnë ty, ka për lexë Kur'an dhe për kërkujnë diçka për ushqimet dhe këtë hadith e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi. Pastaj hadithi tjetër që vjen prej Abdullah ibn Umairit, radiyallahu anhuma, se thot ishmi një ditë me pejgamberin me një udhtim. Dhe thot, ishmi në udhtim tu hes rrugës e takotëm një fshatar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, "Ka ti, ja bune ati fshatar, ka ja ke mzy, ka bashkan." Tha bashkët e familja jam. Që dhëmë që me pyt. Tha bashkët e familja jam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, a je interesum për naj hajër, për naj të mirë më të adhonë. Po, ha qëfar ashtu? Ai nuk ishte musliman. Ha, tha qëfar ashtu? Tha pejgamberi sa më thuj, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Thuj se s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut, dhe s'ka shoqërim, dhe s'ka ortak ai, dhe thuj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Allahut, kjo e mira në më e madhja. Ai tha, qysh ta, çiton që ma thau ti mu, kush ma vërteton mu këtë sen, çiton çka po e thu. Se ata kanë kuptu arabt, si ti thush fjalën la ilaha illallah Muhammed rasulullah s'ka pos nevojë mjas sqaru. Ata kanë diçka çka do të thotë kjo fjalë. E tha kush ma dëshmon që to o Muhammed tha, o ti tha, kush ma dëshmon që to? Pejgamberi sa tha, atëherë tha, përveç ty njerëzve, pranën me dëshmu edhe që e pemën periferi që atje. Qysh ta pemën periferi. Pejgamberi e thiri pemën, hajde kon tha. Edhe erdhi pema, edhe pyete tha, ai njëri oj pem, a vërtet që kjo është, e vërtet çka po thotë ky Muhamedi, sallallahu pema i thikë e vërtet çka po thotë është ai, çka po thotë ai është e vërtet. A vërtet që është 3 herë përsëriti, pema i thikë e vërtet është kjo çka po thotë Muhamedi, sallallahu alaihi wasallam, ata i tha pemës, shko tash ti në vendin e tan, e ai arabiu, e pranoi vërtetën se gjithë ky argument ka shumë madh, atëherë tha unë po bëhuna musliman u kry puna, çështu po them çish po thotë, këtë mirë po e pranoj, edhe kam shku te fisi jam, te populli jam kam i thirr, mush kam i tipun, po mos më nguft kërkosh, se se ponën siguron çka posh, atë thon kam ato te kam kamet nei ty o Muhammed, dhe këtë hadith e ka transmetuar Imam Darimi, edhe Ibn Hibban, Imam Tabarani, edhe Ibn Kathir ka thon zinxhiri është xhejjedi këtij i mirë, domethën edhe Haythami, ka Imam Haythami ka thon zinxhiri, burrat e këtij zinxhirit janë të vërtet, gjithashtu edhe Imam Suyuti e ka bërë të vërtet këtë hadith, kjo ishte një ose mrekullia e dytë që në radhitje që jena prej mrekullive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe inshallah ndërkohë ku ta kryna ka një pjesë të historikut të Nuhut, e bina ka një mrekulli tjetër që neve pak më na vështu imani,
edhe më na rrit imani, më na ushtu edhe dashuria ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse na njëri ka një pikë dyshimi, kur ti sheh këto argumente, që unë punë argumente të vërteta dhe të saktësuara për dietarëve me ju ushtu imani i tyre. Kjo ishte përsa dhe lusë Zotin e madhëreqin të na falë, të na mëshiron. Lusallahu azza wa jall që të mejta tona të na mbulon. Lusallahu azza wa jall me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam xhenet të na bashkon. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur